Të dashur vëllezër, fatkeqësisht jetojmë në një kohë që mëkati nuk shihet si mëkat. Dhe më e keqja, sot mëkati shihet si aftësi, si zotësi, si sukses. Por nisen duhet ta dim të gjithë ne, pa marr parasysh se sa shtohet numri i atyre që praktikojnë një haram, ai përsëri do të mbetet haram. Po edhe nëse edhe hoxha e bën, përsëri do të mbetet haram. Asnjëherë nuk ndryshojnë ligjet e Allahu xhalleshan. Ajo që është haram ka qenë prej kohën e pejgamberit alayhis salam dhe do të mbes deri në ditën e fundit. Pa marr parasysh se shtohet shoqëria jonë me praktikën e atij haramit, nuk duhet ne të mashtrohemi duke thënë se të gjithë e bëjnë edhe ne do ta bëjmë. E një prej atyre harameve, një prej atyre mëkateve që nuk shihet si mëkat, që dëshiroj unë shkurtimisht sot ta potencoj, është çështja e turpit. Sot është guxim i madh, është krenari e madhe, është sukses i madh mos të kesh turp. Sot ata që nuk kanë turp respektohen më shumë. Atyre që s'ju vjen mbare respektohen më shumë. Atyre që nuk ju skuqet ftira për të këqijat që i bëjnë respektohen më shumë, u ecën fjala më shumë. Kjo asesi nuk duhet neve të na lejoj dhe të themi se edhe ne do të bëhemi kështu, se ndryshe nuk na ecën fjala. Ne do të rrim ashtu siç ka thonë Allahu xhalleshanuhu. Për shkak se atyre që zbatojnë harame, u ecën fjala, nuk do të thotë se ne nuk do të shpërblehemi nëse mbajmë turp. Pejgamberi alayhi salatu wasalam tha: "El haya'u min al iman." Turpi është prej imanit, prej besimit. E sot fatkeqësisht kemi nga vëllezërit tanë që mburret duke thënë se mu nuk më vjen mbare për kurrë. Mu nuk më vjen turp për kurrë. Kjo nuk simbolizon krenari, vetë besim. Kjo simbolizon paksi të imanit në zemrën tënde. Sepse ai që ka iman, ka edhe turp. Dhe ai që nuk ka turp, nuk ka as iman. Pejgamberi alayhis salam tha, imani me turpin janë bashk, janë vëllezër. Nëse njëri largohet edhe tjetri nga zemra jote. Nëse del turpi nga zemra jote, ta dish që edhe imani do të del. Prandaj mos u mashtro me njerëzit që nuk kanë turp dhe flasin çka don, që nuk kanë turp dhe veprojnë çka duan para syve të tjerëve, duke u thirrur në thirrjen që mashtrohen se mu ka pa Allahu e çka ka rëndësi se më shojnë njerëzit. Gabim është kjo shprehje. Neve na sheh Allahu xhalleshanuhu 24 orë, por është turp të na shohin të tjerë si na sheh Allahu xhalleshanuhu. Prandaj nuk duhet arsjetohemi duke thonë ka pa Allahu dhe nuk më interesojnë të tjerë. Sepse Allahu është ai që sheh, por është edhe ai që fal. E njerëzit janë ata që shohin dhe kur nuk ta harojnë. Ti mund mbas disa viteve të pendohesh për atë mëkat, mirë po ai që të ka pa ata përmend dhe thot mos më shit ders mu se e mban mend filon pune. E atëherë si do t'i kërkojsh atij falje? Prandaj nuk është sot e turpshme të thuash se kam turp, edhe pse ashtu shitet. Sepse sot njerëzit që kanë turp përbuzen. Njerëzive që ju vjen mbare nënshmohen. Njerëzve që ju skuqet ftira nëse bën një punë të keqe në përkëmben, dhe kjo shihet si dizavantazh për ata. E nga ana e kundër sipas Islamit shihet si një vepër e mirë, si një sinjal që në zemrën e tij ka ende iman dhe ky njeri ka mundësi të përmirësohet. E ne nuk duhet kemi frikë nga ata që ju vjen turp, po përkundrazi duhet kemi frikë nga ata që nuk skuqen, nga ata që nuk turprohen, nga ata duhet kemi frikë. Sepse, si tha pejgamberi alayhis salam, porosi e krejt pejgamberve është fa idha lam tastahyi fasna' ma shi't. Nëse nuk të vjen turp, bën çka duash. Dhe kjo është shumë e rrezikshme vëllezër të dashur.
mos ta marrim vetëm si një hadith që ka thonë pejgamberi sa, po duhet ta marrim si një kërcënim, sepse kjo i bjen për ndryshe. Nëse ti nuk të vjen bare, s'kam çka do të tregoj unë ders. Nëse ti nuk turprohesh, s'kam çka do të flas unë për Allahu dhe për pejgamberin alayhis salam. Nëse ti nuk të vjen turp, të kom nxjerr nga lista aty në njerëzve që unë duhet t'i këshilloj, që unë duhet t'u jap nasihat, sepse ai nuk pranon nasihat, nuk pranon këshill. Prandaj tha pejgamberi alayhis salam, nëse nuk të vjen turp, nëse nuk ke mbare, atëherë bon çka dush, je i lirë, mo ne nuk të kontrollojmë, ne mo nuk të japim nasihat, ne mo nuk themi ej mo se kjo nuk bon, ej mo se kjo nuk është e hishme, të kemi lishune prej kontrollit tonë mo. Islami mo nuk mundohet të drejtoj ti, pse? Po ti s'ke turp, ti e ofendon edhe atë që vin të këshilloje. Edhe ai që vjen të ta japë një nasihat, ti për shkak se nuk ke turp, ti edhe atë nënshmon, edhe atë ofendon. Prandaj të kemi nxjerrë ne nga lista e atyre që pranojnë këshill. Prandaj duhet kemi kujdes nga njerëzit të cilët thonë nuk kemi turp dhe mburen me atë që e kanë. Në moment që dikush thotë unë nuk kam turp, mu nuk më vjen mbare për asgjë, duhet ta kuptojmë që në zemrën e tij imani ka dalë moti. Ka fluturu imani prej zemrës tij, prandaj ai nuk ka turp, sepse ashtu na porositi pejgamberi alayhis salam. Na tha nëse del njëna, shkon edhe tjetra. E besimtari musliman, edhe pse është koha që ata që turprohen nënshmohen, përsëri duhet jetë ai që turprohet, ai që stërkuqet kur bën një vepër jo të mirë. Ati që i vjen turp ta shohin të tjerët në një punë jo të lakmueshme. Sepse kështu ti tregon që ke sinjal brenda teje që një ditë do të kthehesh rrugës Allahu xhalla shanuhu. Ka shpresë ende për ti që të kthehesh. E nëse ti mburesh me atë se nuk ke turp, atëherë shpresa për ti ka marrë fund përpos ndonjë mëshirë nga ana Allahu xhalla shanuhu, cilën ne nuk e kemi në dorë. Andaj lusim Allahun xhalla shanuhu që të na jep rini që turprohet, të na jep plet që ju vjen turp, tregojmë për punët e këqija që i kanë bë, dhe të na jep rini me të cilën ne do të krenohemi për punët që i bëjnë dhe askush nuk i sheh. Lusim Allahun xhalla shanuhu që gjithëve së bashku në Jannatul Firdaus të na takon inshallah.